Adriatik Berisha, mjeku personal i tashmë të Ndjerit Haxhithaçi, ka ndarë detaje nga takimi i tij me një zyrtar të moskuar të gjykatës speciale, duke treguar për atë që ndodhi në momentin e fotografisë që u bë virale. Ai ka folur për këtë ngjarje në emisionin frontal të T7, duke sqaruar se pamjet e shpërndara mund të kenë krijuar një perceptim më të ashpër se sa ishte situata në realitet. Në fotografi duket më vrazhët se sa ka qenë në realitet, ka deklaruar Berisha, duke theksuar se nuk ishte një tension të madh në atë moment, por se pamjet mund të kenë krijuar një përshtypje të gabuar. Ai ka treguar se nuk ka pasur asnjë përballje agresive dhe se qëndrimi i tij gjatë atij momenti ishte më shumë kujdes dhe vëmendje ndaj situatës. Ndoshta veç me e tërheq mbrapa, unë e kam ngrit pak dorën dhe kam thënë në rregull jam. Unë kam qenë i kujdesshëm në natyrë, s'jam arrogant, ka shpjeguar ai. Kjo deklarat ka ardhur si reagim ndaj spekulimeve që u ngritën pas publikimit të fotografisë, ku ai shihet duke komunikuar me zyrtarin e gjykatës speciale. Pamjet e takimit u prapën me shpejtësi në rrjetet sociale dhe ngjallën shumë diskutime, sidomos në lidhje me mënyrën se si po zhvillohet puna e gjykatës speciale dhe qasja e saj ndaj qytetarëve dhe personave të përfshirë në hetim. Berisha ka theksuar se nuk ka ndonjë kërcënim të drejtë dhe situata ishte më shumë formale se sa konfrontuese. Kjo ngjarje ka ngritur sërish debate mbi rolin e gjykatës speciale dhe mënyrën se si ajo po operon në Kosovë. Ndërkohë, Berisha mbetet i bindur se veprimet e tij ishin të qeta dhe të kujdesshme, pavarësisht interpretimit të krijuar nga fotografia që u bë buj në media.